Miqtë pas mesnatës, unë kam kënaqësinë të flasim për artet pamore, do flasim për skulpturën dhe kam një personazh i cili është cilësuar si skulptor i cili nuk bën kompromise. Këtë e ka thënë Kristaq Rama. Por nga ana tjetër një krijimtari e gjatë, 50 vite me skulpturën, por ka bashkëkultuar së bashku me arkeologjinë. Bëhet fjalë për Dursakun, Qazim Kërtusha. Mirë se erdhe këtë pas mesnatë. Është kënaqësi të rrëfesh jetën 50 vjeçare të një krijuesi. Unë kam lidur në Durrës, kam rrë gjimnazi në Durrës, pastaj kam shkuar në Institut Lart të Arteve. Sigurisht, si më thamë për edhe një mund të them për thjesht, neve na pranuan, se sa kemi fitu konkurs. Pranuan 2-3 veta eksperimental. Ju jeni eksperimental? Po, bashkë me 2-3 studenta tjerë. Po kanë parë diçka dhe talent, ë? Pa tjetër, por mas vitit parë, mas e na mbështetën fort, na thamë. Neve ju mbështetë, po ju nuk da të pritshmi. Unë, si djalë shu gjimnazisti, i thashë, profesor, faleminderit shumë për mbështetjen, po unë kam gjuar këtu, kur keni qenë në lice artistik, kur ju ka vdekur lepre, keni vë algebrën dhe fizikën dhe keni bë funeralin. Si ka mundësi një krijues që mos njove çka kisha mësuar në gjimnaz, integrale, derivatët, ja, dhe dikush aty një nga ato pedagogë miqtë, gjithë miq, atje ke parë 2 gjys, i thoshin pedagogë, fillon të bëshin shaka njëri me tjetrin. Pastaj na morën në shkollë. Në fakt, çfarë është skulptura për ju? Skulptura për është jetë, skulptura është emocion, skulptura është gjithçka, është komunikim, informacion, komunikim, pra është shumë e rëndësishme, por edhe utilitar, ka të funksion. Pra arti, për shembull, i skulpturës ka filluar gjë informacion, hieroglifet, pastaj tukar, kthehet në një emocion, frymëzues. Pra, është gjithçka skulptura. Është balt, kthehet në një emocion. Është gur, kthehet në emocion. Në dru, në metal, inox, bakër. Ky është synimi që edhe materialeve dytësore t'i japë shpirt? Patjetër, unë jam nga ato krijues që kam eksperimentuar në gjitha materialet. Kjo është vërtet. Për shembull, gjitha materialet kam eksperimentuar. Për shembull, unë kam një maskë të rrafur në bakër në vitin 72, student vit 2 në Korçë. Një maskë e rrafur në bakër. Unë rraf për shembull edhe në Kovaçan. Di çarkun po çaj, gdhe në dru, gdhe në mërmer. Pra këto i kam çdo material. Në çdo material. E kthe në veprar. Dhe pastaj gjej materialin që të rrinë më përshtat. Që rrinë më mirë tek kostumin. Do të ndërpres pak. Ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi sërish për biseduar dhe për të shfletuar rrugtimin e tij të gjatë me 3D-n skulpturën. Qazim Kërtusha është një prej skulptorëve më të rëndësishëm të artit bashkëkohor. Fillimisht ndoqi kursin e skulpturës në studion e Sabrit Tuçit, më pas vazhdon studimet në Institutin e Lartë të Arteve për skulpturë monumentale, ku pati mundësi të udhëhiqej nga disa prej emrave më në zë të skulpturës shqiptare, si Kristaq Rama, Muntaz Drami, Hektor Dule e Thoma Thomaj. Me njëherë pas mbarimit të studimeve në vitin 1975, nis punën si restaurator në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit, që do të rezultojë për të një bekim, pasi jep mundësinë të kuptojë më në brendësi si krijohen shtrezimet kulturore. Për plot 37 vite, punoi si restaurator, ku pati shansin të ishte pjesë e zbulimeve arkeologjike, si geja e famshme që sot gjendet në hallin kryesor të Muzeut Arkeologjik. Krijimtaria e tij artistike është mjaft e pasur. Ajo çka e veçon është përdorimi i materialeve të ndryshme në skulpturën e tij. Skulpturë dekorative parku, portreti vajzës së heshtur, portret gruaje, portreti nënës, krahas veprave monumentale, një vend të veçantë, zënë dhe nudot, e krijimet abstrakte. Ai ka marrë pjesë në ekspozita kolektive, si Onufri, por dhe jashtë Shqipërisë. Një vepër e tij ndodhet edhe në Vjenë, pikërisht Aleksandër Mojsiu. Krijimtarinë e tij prej 40 vitesh e ka shpalosur dhe një ekspozit retrospektiv para pak kohësh
në Galerinë Fap të Universitetit të Arteve, ku skulptorë të njohur si Hector Dule, Thoma Thomaj, Sadik Spahia e Mundaz Drami shprehen vlerësime të veçanta për krijimtarinë e tij. Atëherë, kjo është e bukura e një skulptori që rrugton dhe veprat e tij janë shpesh edhe në parqe, në sheshe, ju keni shumë prej tyre në qytetin tuaj. Një simbolik e fortë është çadra, apo jo? Çadra është një, si më thënë, po simbol. Simbol i nostalgjisë. Çadra i kushtohet të gjithë atit brezit që u cënua në një moment të caktuar. Për shumë, ai lidhet me një motiv pjeshiu pik, se në ty s'kemi frikë as pak. Kompozitori Agim Krajka, tekstin Agjerama, Vaçe Zela dhe Besnik Taraneshi që e pësoj. Dhe unë këtë lloj projekti e kam rafur për në hekur, në metal. Për ta bërë në një rotond, dhe bashkë me këtë diskun që e manë, që ka notat muzikore dhe një motiv të bjeshiu pik. Dhe emrat e këtyre, pra është një respekt që i bëhet punës, është një respekt që i bëhet brezit, është një respekt qytetit, është një respekt gjithë neve. Dhe është vërtet, punë nostalgjike për këdo që e sheh. Nga në tjetër dua të shfletoj pak rrugtimin tuaj. Ju e shprehet që në fillim që nuk keni hyrë fillimisht në shkollë artistike, po më pas çfarë ishte Akademia e Arteve për ju dhe përballja le të themi me skulptorët më të njohur të kohës? Po, atëre, po e them, Instituti i Lartë i Arteve, Akademia Universiteti, ka isur shumë përpara. Ka bërë një hop cilësor këto 30 vjet. Unë kam marru me një karakteristik student me tendencë formaliste e Cezanne. Isha aq i urtë dhe aq rebel brenda vetes. Kam ngelur për vjeshtë të tjera. Por, megjithatë, unë kam pas fatën që kam pasur pedagog shumë mirë. Të shumë shkollave. Shkolla çeke, shkolla italiane, shkolla ruse, shkolla polake. Kam pas fatin pedagogët i kam pas shumë mirë. Secili shpaloste programet e shkollave të tyre, shembujt e shkollave. Çfarë kulture ka marrë. Pra në një lloj forme ka një dialektik, le të themi, estetike të shumë shkollave të ndryshme. Po. Dhe kjo ndikohet, besoj, dhe të studenti, sepse secili prej tyre e injekton më pas këtë estetikë. Patjetër, unë vija nga gjimnazi, sigurisht ishin nxënës shumë mirë. Shikoja kolegët e mi, sa bukur vizatoshin. Unë shumë të thjesht. Majmen, kur jam pranuar në konkurs, një kolegu i Niko Thana, ndjeri profesori Niko Thana, thoshe ti do fitosh konkursin. Kishte besi? Jo. Ato më ndihmuan, më dhanë kavaleti, unë bëra një kup të madh, edhe një kokë, shumë të vogël në cepë. Se unë nuk e perceptosha dot. Modeli, më kollaj kisha të shikosha Nikon, Koçobirukon, Mjaramën, edhe pra, unë e kisha më të lehtë. Por, indirekt, unë gjesha raportin. Kur hyri katedra, për të parë punës, ngelën kështu të shtangur, edhe më pyeti një nga to pedagogët, për Shaban Ede, profesor Shaban Ede. Që është kjo? Tashën të ngjere me kapakun. Pra, unë kisha gjetur raportin. Gjë shumë rëndësishme. Pra, masën. Pra, ishe mrenda meje. Dhe artin, që ta dini, e krahasojnë dy kulçedra. Artisti që nuk është mjeshtër, dhe mjeshtri që nuk është artist. Sa më tepër ti është mjeshtër, aq më pak bën art. Por, edhe inversi tjetër, pra shumë rëndësishme. Ku ndodhesh sot? Sot ndodhem artist. Kam kurajnë që them, jam artist. Pra nuk përdor shumë instrumenta. Me një sharë, me një gjëtë vogël punoj. Nuk, farë. Më
fakt, kur e shikon krimtarin tuaj, ajo çfarë të bën përshtypje dhe që është thjeshtësia. Po sa e vështirë është për të shkuar drejt thjeshtësisë një artist. Atëre po i tregoj diçka. Kam kështu në sfond, po tuma në kuqë. Po. Udhtoja për në Kosovë me kolegun tim, po skulptor. Ai ishte i komunitetit Çam, gjithë rrugës ndëgjoja tuma në kuqë. Kthehem nga Kosova, një bazar me një hekër të gjatë, edhe e modelova më në 2-3 orë. Të nesme kam derë në Allçi dhe kam qunë fondëri. E kam derdu. Pra, muz ishte ajo këngë që dëgjove gjatë udhëtimit. Pra, tek muëve, unë bëra të mane kuqën time. Ato që ndjeje. Pastaj, kthehem nga fonderia, rrugës pash që nuk ishe ajo sigla ime. Ndalo, po të ky, se më në kolegu im në plash. E ta shkoj dëris, ka mundësi më ka emrë ti me këto. Ma bërë emrë ti me këto merë është ti. Në këtë moment, babaj ti 94 vjeqë, Badani, më të riste, e më që më kuqë. Edhe unë takë mora skulpturën, e ngrejta lartë, pash djelin, edhe i filloj të këndonte tuma në kuqë. Pra, Badani, gjyshi 94 vjeqë, me djemë në nivë, e pranoj tuma në kuqën time. Se pranoj kolegu im. Do dalim dhe të një pikë që unë e thash në krye të herës, që është bashkëudhëtimi me skulpturës dhe arkeologjisë. Ju keni punuar si restaurator për vite të tëra, mbi 38 vite në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Sa të ka pasuruar dhe sa është dhe risk kur ke përballë, le të themi, je prezent kur gjenden në rënoja, pjesë arkeologjike, skulptura të tilla, dhe sa është ajo që edhe të marrësh prej tyre, por dhe mos të bish skllav që të kopjosh ato. Atëre, e shfat që kam punu në arkeologji, që u kam arru, që në 75, por unë kam punuar edhe më përpara, gjimnazist. Pra, unë jam qytetar që kam marrë pjesë gati në gjitha zbunimet të mëdha në qytetin e Durrësit. Fantastike. Gati, unë kam takuar të gjithë arkeologët e Shqipërisë, profesorët, Shqipërisë, Cekën, Misafër Kutin, unë i kam takuar të gjithë. Pra ishe prezent në çdo gjetje? Po shumë Vagel Toqi, arkeolog. Pra, dhe më thënë që unë kam pas fat, njëri me fat, mosha ime, edhe kam takuar dhe gjithë skulptorët e Shqipërisë, që nga Paskali, Pacho, Mano, gjithë me radhë, Rama, Muntazi. Pra, unë jemi qytetar që i kam prekur këto. Kam bizeduar me to. Kam përfituar për tyre. Çfarë kujtime shke me to? Dhe kë veçon nga këto skulptor? Të të drejtën kujtimet të jashtëzakonshme. Jam i njohës. Jam i njohës dhe tyre. Që nga profesor Meksi, që nga Aleksandr Dima, antropolog, që nga Ceka, profesor Ceka, që nga profesor Toqi. Pra, të gjithë me radhë, unë i kam takuar dhe më kanë ndihmuar në bisedët me tyre. Pra, unë kam fituar shumë. I rrije pak larg arkeologjisë dhe zbulimit që mos cënon të skulpturët? Po, kam netur, kam punuar, e kam dashur shumë. Kam punuar të tregoj një rast shumë të thjeshtë. Kur vishin korpusi i terrakotave nga tempulli i Artemisë ose Afroditës me karrocë. Dhe unë rrisha deri në 8 darkat për t'i grupuar. Ngjitra mi shkallë dhe i gjeja fragmentet. Pra që pasurie i kam pas në darë. Si çfarë më besoj se më dhe qytetim. Sa të ka frymëzuar ai qytet? Qyteti im, unë shëtis për ditë për kudetit. E di çdo plam se si ka lëvizur deti, se që është mbushur, se që është të rrequr. Qyteti Durrësit, që ta dinim, është një qytet mbi 3.000 vjeçar. Asnjë ditë nuk ka të pabanuar. Sa rëndësishme, korridor, rruga Egnatia, ndan Perandorit, ndan Fet. Është shumë, por edhe kozmopolit. Edhe në kohën e diktaturës, Durrësi ka qenë liberal. Ngjoshim me raj,
Shikosh që ka se njësë. Pra, edhe një qytet i butë. Një qytet me det, me lagun, pra, edhe me vlerat të mëdha. Pra, është zbuluar vetëm maja e icebergut. Në Durrës? Durrës, pas jo. Ju keni qenë edhe kur është në amfiteatr, kur janë bërë përmime, ose kur është zbuluar amfiteatri? Po. Si kujton atë kohë? Gjimnazist, edhe them të drejtër, edhe punoshim, ishe gjë bukur shumë, të shikoj se si zbuloshe monument i madh. Por, aty më men që vishin të bëshin punën fizike, si së të shante, intelektual, inxinjera, doktora. Më men puna, se si fillonte e puna të tyre. Arkeologët i shpjegoshin. Pra, bëshin edukim. Pra, gjithë shumë i mirë. Jo vetëm edukim kështu, por edhe për të futur dashurin për në tokën për qytetin. Gea është një personazh shumë i rëndësishëm dhe shumë i dashur për ju. Ju e keni bërë diku, e keni edhe në ekspozitën në Fab, që është me violonçel. Po, Gea është një monument shumë i rëndësishëm që është zbuluar. Gea është pjelloria, është toka, Gea. Edhe unë kam pas fatin që kam qenë në atë gërmim, pashën profesor Hotin, profesor Hidrin, edhe të drejtën kur filloj që në momentet e para që kanë gërvishur, kam hyrë me duar e zbulosha. Nuj, në brez, brez e zbulosha, pasaj se si zbulosha detajet e kësaj. Dhe kur e kam ngretur, për të spostuar, unë nuk isha për të spostuar, në drejtën, por ajo nuk ishe institu, ishe një ripërdorim. E kemi ngretur me shumë kujdes, edhe vunë në makinë, ajo ishe mbretëresha. Ajo qëndron në Muzeun Arkeologjisë të Durrësit. Është fantastike. Sa të ka frymëzuar për të realizuar dhe këto nudo abstrakte që ne shohim? Për shembull, kur thu Gea, është energjia, është toka, është pjelloria, është buka, pra, është e jashtëzakonshme. Edhe unë, pra, duke parë Geën, duke parë këto, mora një motiv muzikantja, violoncelistja. Jam frymëzu edhe nga disa zonja të nderuar që i bishin violoncelit. Më pëlqente shumë. Edhe ato më dukshin Gea, edhe ato zonjat, Gea më dukshin edhe ato. Edhe fillova të modelosha këtë. Ajo ishe e çuditshme, vetë. E fotografosha, dhe thosha, këtë duhet jetë e madhe, edhe poshtë, t'ishte kështu një klub të rish poshtë. Pra, shi deri ku... Do e difusje poetizmin që e karakterizon vetë femrën, por edhe një lloj forme edhe ritmin e jetës. Ajo është energji. E ke shumë prezent gruan në skulpturën tënde dhe gati e mitizon në një lloj forme, i jep një lloj përveç bukurisë sensuale, sepse i kanë quajtur shpesh disa prej skulpturave tuaja skulptura nudo, erotike, po në të vërtet, ju gruan e shikoni si element të bukurisë dhe qënjes? Kur thua grua, kur thua femër, është jeta. Shëndetësishme, është jeta, femra është jeta, sigurisht i kushtohet gruaja ka atë që të botës, mban botën, krimin e botës, pra shumë rëndësishme femra. Për shumë, unë disa skulptura, ato nuk e nudo thjeshtë, janë pjelloria, janë feminiteti, janë... Edhe së fundi që mora pjesë në këtë bienalje, kisha një skulptur burimi jetës. E vendosa në shesh, gula kam të vendosa në të fontanë. Ishin thjesht një ritëm gjoksër të femrësh, që rridheshin ujë me pllaka. Pra, ishe Dita Rose, një grua, me pyeti, tha, ç'është kjo? Ose më tha, a mund të sugjeroj diçka? I thash, zonjë, prit një minutë. Në hoqa këpucët,
Hoqa këputët, i zbatur, hyra në ujë, nëzora nga gjepi i xhamin edhe fjongun. Faleminderit shumë. E mori kuptimin e veprës. Kjo është ajo. Pikërisht kjo. Kjo është ajo. Pra, ajo neti 1 muaj në Durrës. E bërë në etapë, por ajo kanë vetë progresionin. Ajo është 4 metra. Progresion për të bërë 13 metra me bloqe gure. Edhe me këto plakët e xhama që nga gjokë se rjedhu jeta. Ky është monumenti për femër. E kam edhe diçka tjetër. Në galerinë kombëtare kam një portret të nanës time. Në Gur. Biles këto çunat e galerisë e kishin pastruar shumë mirë edhe e kanë ekspozuar. Gjithë pedagogët e mia të ngulën kam për ta blerë galeria kombëtare. Edhe unë kë kuptosha pse. Dikush tha, ky është monumenti i nanës. Boje blok. Biles ka qenë për somontazh. Ta zrame. E vendose e blok guri 2 metra, një kokë në barë, nëna. Andahet krimtaria në faktin kur merr pjesë në konkurse dhe do jetë një vepër publike dhe një vepër që e bën për dëshirën tënde? Atëre, gjithmonë skulptura është e porositur. Por unë jam jashtë tregut. Sa kompromis bën me atë çfarë kërkon dikush? Nuk bëj fare. Qazim Kërtusha? Nuk bëj asnjë kompromis. Nuk bën. Nuk bëj. Më pëlqen bëj atë që ndjen. Atë që ndjen, nuk bëj. Për shembull, kam pasur raste që kam marrë pjesë në konkurs. E marr me qef. E di që nuk do fitoj. E di. Po pra vazhdoj. Është kënaqësi për ju që keni bërë edhe një, le të themi, një portret që është dhe në Vjenë, është Aleksandër Mojsiu, është nga Durrësi, janë shumë elementë bashkë apo jo? Atëre. Monumenti i Aleksandër Mojsiut për mua ishte gjë burë të mërshë. Ishe marrë edhe profesori Imre Rama. E kishe idhur Aleksandër Mojsiu. Idhur. E ka bënë gurë në dru, në mërmerë, gjithëndej e ka bënë. Edhe unë e bëra shumë shpejt. Vendosa një e shtyllë në studio, e modelohet 2,85 m në barë, e dera në Allçi. Komisioni nuk e pranoi. E quajti moderne, e quajti kaushakullore, dhe unë mërzita shumë, megjithatë kishe njerëz të mirë. Vajger Toqi, Lazar-Xhio, profesori Imre Rama, merre ruaje se do vi kohë që do delë në bronz. Atë ke derë në bronz? Çfarë viti e patë realizuar? Para 40 vjetësh. Para 40 vitesh. Shumë impresionizëm ka në portret. Jo, ajo është thjesht. Është Aleksandri im. I juaj. Pra, ai është grotesk. Unë e kam bërë tuk në gjurë zërin e tij. Dhe mas 35 vjetësh, kërkuan fotografi presidenca, se do shkoshin në një delegacion, edhe unë e kam fotografuar timën, që a ishe në magazin, ma blenë kështu për të arrujtë, magazin, edhe e kam fotografuar nga poshtë, dhe gjithë fotografit profesorit tim, gjithë grupi që këshim bërë, ja kam quar në presidencë, dhe ato i nisën për në Vjenë. Vjena se më dhe zgjodhë këtë. Dhe i lumtur besoj. Dhe i lumtur besoj. Një vepër e cila u anatemua në diktaturë, po më pas me rjehon në një vend siç është Vjena. Por kishe njerëz të mirë që e rujtën në vepër. Profesori im, ose njerëz të tjerë që e rujtën. Dhe atë në Vjenë, po ju them, masi bëm ato, që të thënë, ceremonit, edhe unë isha i atashuar pranë këtij delegacioni, them të dhejtë me thanë që do shkosh të shofësh vepër, akoma nuk është montuar. I thashe, zonjë, vepra është montuar, por austrakët dunë okej. Okej në tim. Atëre bashkë me një sekretar të asë ambasat shkum, atje, them të drejtën Humanita. Humanita. Pse? Sikur nuk ishe vepra ime. A shumë e kishin kuruar. Por, në moment, u trondita, po thash, unë pasem gjetër masën. Unë kisha gjetër masën.
rrinte shumë bukur në atë parë. U afrova bashkë me sekretarin e ambasadës, i falenderova, grupit, që ishe 6-7 vetë, ishim shefi urbanistik, shefi këtë gjithë, e i thash faleminderit shumë, ju e keni, jo tha, ne deshim ta vendosmi te katedralja, por ky është ortodoks, këto janë protestant, kemi probleme. I thash, kam një marak për kolonën zanore, a i minutës. E keni mratë magnetofoni, edhe më thanë, ju e keni punuar duke ngjyrë zërin ti. Edhe atyre thash, ky është Aleksandrim. Fantastike. Dhe ato ngellën. U përlote? Jo ka shumë. Jo. Jo ka shumë. Por e përjetove si emocioni veçantë. Emocioni që i azakonqëm, se unë kësha gjetur masën. Nuk ka që më të bukur. Kisha bërë Aleksandrin tim, shumë rëndësishme. Në fakt, një ish profesori juaj, Hektor Dule, e cilëson gjithmonë që nuk është forma as ngjyra, por është emocioni i shpirtit të kërtushës që bën të veçantë skulpturën e tij dhe me një gjuhë unike dhe moderne. Atëre, që faktikisht një kështu artist do të njohë vetën. Po s'njohë vetën, nuk. Unë shpesher si me shakajte, unë jam Boronicë, ti e Lisë. Po Boronica ka hekur. Peshon shumë. Ka pesh. Ka pesh. Pra, duhet të shumë kujdesshëm. Sot, arti ka probleme, sigurisht ka probleme agresiviteti, ka probleme ekonomia të tregut, ka probleme nga më të ndryshme. Edhe abuzojnë, edhe kolektivi. Abuzojnë. Abuzojnë nësha, si me thamë, jo, eshe egrë. Konkurenca sot? Po, eshe egrë. Ka probleme shumë. Ka qenë vështirë në diktaturë për të krijuar ashtu si çdo? Atëre, unë kam pasur rastin. Ju e dhat një shembull. Aleksandër Mosiu nuk u pranua. Po nuk u pranuar. Por unë kam bërë bashkë me kolegën tim Luan Barhamin, dhe skulptor më të mirë Shqipërisë, një fasadë në Komitetin e Partisë Dorsit. Tipike e realizmit socialist, me platformë politike. Pra, kjo është vepra e porositur. Për të shpërtuar nga kjo, unë insistosha të rrisim dekorativiteti. Dekorativitetin, pra për ta shpërbë këtë mas demokracisë në vitin 94, një delegacion ishin ambasador të qendrës sigurisë Myni, erë në muze, ishe ora 3 qerek, u luta shoqëri për të shoqëruar, thashë unë nuk jem Ciceron, manta, edhe sigurisht i shoqërova. Unë guidet ku i bëj, i qoj të profesionim. Te skulptura? Jo, lexoj indikacionin, vlerësoj arkeologët pastaj, se si janë bërë, si janë grande, si është modeluar etj. Dhe duke kaluar aty, vepra ishe hequr, se revolucionet kanë kështu, ishe hequr dhe ishe mbrapsh. Ato me pyetën, ç'është kjo? Një vepër e realizmit socialist. Stop. Ku do e leni këtë 50 vjeçar? Atëherë thash, kjo është tipike e realizmit socialist. Më dam bllokun dhe vizatova. Ta kërkojmë për ta ble, për ta qenë në Boston. Tash unë kërë shtetë shqiptarës, ma si më ftuan për drejt pranova, i drejt e këndshme, i drejt shumë e këndshme, me to, pastaj, prapë, insistuan, edhe unë të nesën pas nesër, bërë tentativa të pushtetit lokal, ato thanë jo, vepër arti, për që di, aji pushetari që kështë marrë vendimin, qoj për koka perdesh. U shkri vepra për skrap? Jo, nuk u shkri vepra. Unë e rujta vepra në muze. E ruajte? E rujta, e qojnë në muze, me pretendimin bronzës që do përdosha për monumentin e Eksodit. Dhe në fakt, shumë vepra pas rënjës diktaturës u prishën. Dhe si mund ta cilësosh këtë? Jo, atëre, revolucionet i kanë kalimet, i kanë, nuk do. Por unë gjitha një formulë, jo se mbrojta punën time, në asnjë mënyrë. Jo. Po të shikosh atë skulpturën time, ashtë skulpturë,
politike, me programe, yllin, grushtin, partia në vallë. Po s'mund të bëje ndryshe Art aso kohë? Do të tregoj diçka. A ishte e vështirë të bëje ndryshe Art aso kohë? Për te këtyre simbolikave që i kërkonte sistemi? Kur ishe e porositur në i fasat komitet e partisë. Sigur që do ishte e tillë. Sigurisht. Por duhet ishe pak i kujdesur. Pak. Puni Arti i shërben diktaturave, i shërben fesi, i shërben gjithë. Por, për shembull, Onufri i Madh. Ka bërë piktore shumë të bukur. Po, fetare. Skematike. Rrugën e Krishtit, që do të kuptoj edhe i fshatari. Por Onufri ka bërë, është piktore më i mirë që ka Shqipëria. E kuqja e tij. E papërsëritshme. Pra, është shpirti Onufri. Edhe unë prandaj insistosha dekorativitet. Që t'japësh atë tënde. Që ta shpërbësha atë ngurtësi. Ky është artisti. Sa ka patur fuqi Arti jon që ta liroj paksa atë kornizë të hekur që vendosi diktatura kundrejt artistëve dhe sa ja ka ndalë në këndvështrimin tuaj? Edhe sot skulptura është e porositur. Patjetër. Për shumë, vjen klienti, për shumë, do e porosish. Unë nuk pranoj. Ju nuk pranoni porosi? Nuk pranoj. Nuk pranoj kuptimin e nuk pranoj çfarë don klienti. Jo. Atë çfarë ndjen ti përballë atij që ke? Po jemi i varfër. Po je më i pasur si artist? Po kam studio më të mirë, më të bukur, Shqipëri. Ke skulptor të preferuar tuajt? Kush janë ato? Nga shqiptarët që mund të më veçosh? Për shembull, Paskali. Odise Paskali. Rama, Dulen, i kam të gjithë, për shembull, edhe ato më thomajnë, i kam të gjithë, se unë jem mirënjohës atyre, pra. Po. Dhe ato përpoqën të dilin jashtë skematizmit të kohës për brenda asaj. Në periudhën që kam qenë unë, janë ndërtuar katedrat e arteve të aplikuara. Pra, është një kontribut i madh. Kontribut i madh, pra, në fabrikën që punoshin 8 piktorë. Pra, 8 piktorë që merrshin me vizatime, me vazo, e tjera. Pra, për shumë, këtu në porcelanën e Tiranës. Patjetër. Pra, u gjetë diçka utilitar, por duke fut estetikën. Më kupton? Funksional, por estetikë. Unë më merr një herë, kam bërë një mozaik në Durrës, kam fituar një konkurs bashkë me një arkitektë Dorena Trini. Por ne na mbështetën pedagogët tonë. Na mbështetën, në Durrës tha, ky boceti këtyre të rive është shumë i bukur. Unë prodhova mozaikët, stampën, i prodhosha në kavaj. Dhe mi priste gurët, e di kush? Kush të di? Po Parashivisi Maku. Parashivisi Maku. Këndonte, e mi priste mi video. Dhe i mozaikë sot nuk është. E shprishur. Të ke qytë pesh komunist? Më shpjego pak si Parashivisi Maku priste gurët. Ato prodhoshin kështu, si çokolata, që ishin ai teknologji kështu, domethënë teknologji. Unë kisha bërë stampë vetë, dershi, në orën 3 qarek, që të pronte nga ato brumët e që, edhe më ndihmonte Parashivia. E kishe mike? Po. Ai këndonte një këngën e Qamiles, i gjyshës time. Këndonte këngën e Qamiles, Edhe i thosha, këndoj që këtë këngën e gjyshës time. Pra 22 metra katror, një mozaikë i modeluar. Ajo të që ka ngellur në studion time një fragment, një fotografi, dhe në ato filmin që gjerohet, ka i film, po në studio, me bicikleta, një qift. Si e shef sot Parashivisi Maku? Është i vlerë. Për mua është vlerë. Vlerë madhe. Në muzikën, Muzikën e lehtë. Është vlerë. A të duk pak abuzive forma si humorën me të? A duhet ja ruanin pak më shumë atë elementin që ne jemi rritur
me bukurinë e saj, me mënyrën e të kënduarit, si e shpe këtë situatë që u krijua? Them të drejtën, për njerëzit duan të përfitojnë për të gjë. Ajo e ka dhënë vlerën vetë. E ka atë statuar. Këto tjerët, këto lloj sforcime shumë janë që të damshme. Nuk i... Ke pas komunikime me të? Jo, absolutisht. Jo, që atëherë. Absolutisht. Nosha, as më mend. Po në pas atë pjesën që ka prerë gurët e mozaikut, edhe mund ta kujtoj, jo? Po nuk e di. Nuk e di se e ka. Duke kënduar Çamilën? Si ishte si kënga jo? Nuk e di, nuk e di. Po e di që ti mund shumë bukur. Tashmë kemi një gjuhë abstrakte, pak më moderne. Është më lehtë për të krijuar tillë. Ka raste që abuzohet në emër të abstraksionizmit, të modernizmit. Si e shikon këtë fakt? Ti je skulptor modern. E vështirë. Ka abuzim sa dush. Që ti jesh modern, të rush atë ekstrakt. Si puna bletës. Nuk është kollaj. E vendos veprën, është ajo masa që të mund. Nuk qëndron. Nuk ka kusumin e vetë. Zakonisht, amatorizmi, kur bëhet gjëja modern, shkot. Po i them diçka. Në vitin e 2 të fakultet, profesori im, Rama, Kristaq Rama, jepte volume në hapësirë, një landë e re. Është shumë i bukur, po unë nuk e kuptosha. Nuk e kuptosha, është normale. Maj me njerë një plakë balte kështu, konvekt, konkav, edhe unë kësha hudhë kështu, një shuk balte, agjile. Edhe i tha stop. Nuk e me hape dera, për këtë dera, hynë një pedagog, shefi. Më pëtë më që është kjo, unë të ku tërheqër shumë të mërë. Kjo nuk më latë që përgjë. I tha, pedagogu? Jo. Tha, po studenti dhe pedagogi që e ha shpirti. Aty kam gjojnë një debat profesional. Atere e kam kuptuar që është detyra. Debati ishte si monumentet të tona që rrinë si kunja. Pa gjithru masa. Një debat shumë i fort. E në mas asaj, kjo detyrë nuk u vuma. Po për me një vlerë të madhe, për të kuptuar vërtet atë çfarë duhet, sensi i masës është i bukur kudo, pa aq më tepër në arte apo në skulpturë. Ma i mend për shumë, ai debat, midis personalitete, unë të mbështet e mori. Po një spektator që vërtet duhet ta dëgjosh mirë. Jo, edhe atëre kuptoj detyrën. Kjo është detyrë. Debati midis tyre që qëllonte shumë herë na kanë gënjur arqitektët. Që debate të zdo të shumë. Si shikon sot parqet tona të qyteteve? Ju mungon shija estetike? E kemi akoma kulturën e skulpturës urbane në nivele që duhet? Atere për ju them troqë. Ne shqiptarët ndërhyjmë aty ku është bukur. Ndërhyjmë keq. Ajo gjë që është bukur, për shumë, Banka Shtetit Shqiptar. Është vlera. Ndërhyjmë më të bukura. Absolutisht po. Një godinë fantastike. Është për shumë. Është vlerë. Unë e kam pa nga mbrenda. Është e gëdhëndër me mozaik jashtëzakonisht të bukur. Është e jashtëzakonshme ndërtesa. Po ju tregoj edhe diçka tjetër. Në një diskutim kryus të një relievi që ishe lanë pa bon kohën e fashizmit, nga mbrapa, edhe u shpan një konkurs dhe fitoj një koleg, ose pedagog, nuk e maj mend mirë. Qënë si ka? Edhe kërkoshin vetë këto, vetë skulptorë, kërkoshin për të hequr edhe relievet e bankës. Ate me gror, ate me peshkatar. Maj men atere drejtori, ose ministri financave, një burë shkurtë, që keni me peshkun?
Pra, nuk duhet të... E kuptoj shumë qartë metaforën. Kërkoj pushim ai. Pushim. Mas 10 minutash, solli dosjen e projektit. Një dosje e jashtëzakonshme, e madhe, me lëkurë. Dhe tha, mund po mundohem të gjithë orën ditë që në shpërndarë në përmirësia t'i kthej prapë në bankë. Pra, kjo tregon që ego e ka përcen çdo kufi. Për shembull, ndërtesa e fakultetit të shkencë. Ka që me tulla, me tulla. Pa. Ndërtesë. Kulturë, përballë në kulturë italiane, fashizmi, që ka edhe simbolin e pashës. E suvatunë, e bonë si pa peshë. Sigurisht me karton gjes. I humbet vlera. Pra neve ndërhyjmë ajo keq. Kjo është gabim. Ndërkohë, shpesh i dhunojmë monumentet, jo pak herë të dashur edhe John Lennon ta... John Lennon, Tina Turner. Si vandalizëm ndaj skulpturave dhe veprave të artit, nuk është një gjë e bukur, ëh? Po ndëjo. Them të drejtën, ndonjëherë them që janë parakoshme. Kush janë parakoshme? Ato vepra? Skulpturat parakoshme. Për shembull, neve i kemi restauruar. Po. Vazhdojmë, prapë do t'i restaurojmë. Për të edukuar. Për të kultivuar shijen estetike të publikut? Po, publiku. Për shembull, pardje, kam parë që prapë ja kishë marrë gjysmykët. Ja kishë kputur, jo të marrë. Ja kishë kputur. Po pash një fëmijë që përqafonte. U gëzova. Edhe e farafova. I mora letë, amës. Ta, nuk e ka putur, tha. Jo, halal kë. Dhe ta putur këtë që përqafon John Lennon. Por mund që ishë zonjë të ashtë, ku që kështë në shpi, dhe i kolonën zanore, obda, që unë e kam gjuar ditët 7-10, po shumë që ishë fe edukimi. Pa tjetër. Dhe njerë tjetër. Në një monument që kam në duhur është maskat, pa dhe kulturës. Monument modern. Kam bashkëpunuar me kolegët me architekt, Viktor Demgjini, a i bile që ka sponsoru. Një ditë mëngjes e pash të dhunuar skulpturën, të thyrë, hypa sipër për ta prishur skulpturën. Një burr që shiste karta telefoni aty afër, ma bërë me dorë, hajde. Do thonë që është shmend artisti. Qetësohu, rregulloj pra. Jam qetësuar, e kam restauruar prapë disa herë. Pra, po të lesh një gjë të prishur, prishet për të çdo këtë. Edukim. Është shumë rëndësishme edukimi. Jemi drejt fundit dhe do doja të ndalohesha në 2 pika që thash. Arkeologjia për ju çfarë është? Arkeologjia për mu, jo vetëm që është shkencë, por na kthen në kohë. Na çon të parët. Pra, shtresimet kulturore të njëherë pas njëherë tregojnë historinë e njerëzimit. Është shkencë shumë e bukur. Si e bashkon me skulpturën? Është në mënyrë të natyrshme skulptura. Ka bashkëtuar me gjitha ndërtime, me gjithë planet urbanistike, ka qenë dekor, ka qenë informacion, emocion, ka qenë muze të atrakcion. Pra, arkeologjia është sjell në pa vlerat e njerëzimit. Ma dhe një rënd gjymtyr. Gjymtyra tjetër padyshim që është skulptura. Por skulptura, unë e thash, e shihet. Për mu, pra... Ka bë ta jetosh bukur jetën skulptura? Sigurisht ta bën. Por njëkohësisht edhe pengje. Cilat janë pengjet? Për shembull, unë kam shumë vite që punoj për shenastin, për qytetin, për shendi qytetin.
për eksodin. Për eksodin. Maj men ato ditë që unë ishin anijet, kam qenë aty, për që isha, maj men se si ngjiteshin në ato litarë. Ajo fotografia, nuk e di se kush fotografë që ka bërë Tasho, nuk e di. Edhe unë kam fotografuar. Kanë dhe italianët shumë. Me kanë italian. Në ato fotografiat, tuk i zmadhuar, unë kam zbuluar një grua me fëmi, tuk i ngjitur sipër. Militar. Sa njerëz bishim në brandet. E projektim është një plastik kështu, e qarë, e këto litarët, edhe kjo gruaja me fëmijë, sakrifica. Kjo është dëshira për ta gdhëndur në skulpturë. Pra, unë e kam në studio projekte, kam disa projekte, por praktikisht njëjtën projekte. Ke bërë të 97-ën e krisur. Atëre, kam bërë çmendurinë e popullit tim. Në popullit çmendur, që lëvizja artiste, o çmendur rusë. Por këtë bocet, bashkë me 2 punë të tjera, një miku im italian i çon në fonderin Pomodoro. Profesor Pomodoro më ftoi, shkova atje, tha, na pëlqeu kjo, fillimisht shko friksuam që mos ishin pa plasur ato ka. Ato fisheket janë origjinal gjoja. Tashun kjo çmenduria e popullit tim. Bëje të madhe ta 4 metra. Unë tash nuk mund të ngrej monument çmendurisë, profesor. Ta ngrej popullit ta çmendën. Do të treshi veshin e të popullit. Këtë ka thënë Pomodoro, jo unë. Pra, ajo tek mu është një relike. Relike. Që duhet i kthehemi shpesh që mos na rikthehet. Po pra, ajo çmenduria e popullit. Ai më tha, bëje. Se popullit harrojnë shpejt. Duhet ja kujtojmë që mos të përsëriten çmenduritë të tilla. Po ndoshta edhe gazetarët kur e kam pa, edhe unë po një përgjigj, nuk po di ngrej monument çmendurisë time, e popullit tim. Ishte klasik që ishte këtë pas mesnat. Cili është mesazhi që jep, le të themi, për artet pamore e veçmas për skulpturën dhe skulptorët të rinj? Atëherë faleminderit shumë për ftesën. Ky është një rrëfim i parë që kam dhënë në studio televizive, edhe faleminderit juve. Ishte knaqësi e vërtet. Faleminderit ju. Mesazhi për skulptorët të rinj cili është? Mos bëjnë kompromis. Të njohim veten, është më mirë. Të njohësh veten e gjëja më mirë je e pas me veten edhe me të tjerët. Po njofte veten jenë rregull. E ka njohur që Ezim Kërtusha deri në fund veten apo është rrugës sepse ka prap art për të bërë? Se më tha moshën që kam, unë jam boronic, kaq kam. Është hekur, peshon rënd. Faleminderit shumë që ishe këtë pas mesnat. Faleminderit ju.